E filmoni ju apo së është vetëm një kopje? Ja, afroni objektivat. Afroni që dalë. Ja të filmojmë. Bravo. Kë gjetët sot aty, doktor? Tani. Ishte njëri përveç letrës, ditë pushim. Aty, jo, nuk ishte pushim aty. Aty ishte, lërë mos e luaj. Ja, se aty ishte Poja. Kishte Elvis Doçin në zyrë. Është në kërkim Elvis Doçin. Kishte, në kërkim, po aty ata po ipin fitimin e ngarkesave të fundit, po kishte dhe aty dhe Kreshnik Farrukun. Dy të fundit që të cilët i detyrojnë Troplinit lirin që janë dhe fshehjen e mandata arresteve. Ju e morët vesh që operacioni i fundit kishte në epicendër përsëri Troplinit, Elvis Doçi. Pra, ka 5 vite, 4 vite, më fali, 4 vite, që në portin kryesor të vendit që administrohet nga Troplinët, nuk kapet as 1 kilogram kokain, ndërkohë që nga ky port nisin drejt Italisë dhe vendeve tjera tonelata. Javën e kaluar, operacionin në Breshja, që kishte në epicender Elvis Doçin, rezultoi se kishin nisur nga Durrësi 1.3 ton kokain.